Horoskopi ditor e martë, 17 mars 2026. Dashi. Hëna e sotme ju sinjalizon të çlodheni dhe të pushoni, të dashur dash. Nuk është ideale për të marrë angazhime ose vendime përfundimtare, pasi është e vështirë të shihni të gjithë pamjen. Gjithashtu, në këtë ditë para hënës së re, është më mirë të lidhni gjërat e mbetura pezull. Dhënia e mbështetjes ose ndihmës mund të jetë e dobishme. Komunikimi mund t'ju ndihmojë të zgjidhni gjërat, ose organizimi i mendimeve tuaja duket veçanërisht i vlefshëm. Ndërsa dita përparon, mund të përjetoni një dëshirë në rritje për të ecur përpara ose për të shijuar diçka të re ose të ndryshme, por mund të përfundoni duke u përpjekur vetëm të rrotulloni rrotat tani për tani. Mund të keni qëllime të mira për të bërë përmirësime, por nëse gjërat nuk shkojnë mirë, mund të humbni interesin shpejt. Synoni të moderoni pritjet tuaja. Nuk është dita më e mirë për produktivitet, pasi tendenca është të tejkaloni dhe të humbni frymëzimin shumë shpejt. Do të ishte më mirë të përqendroheni, të reflektoni mbi atë që mungon dhe pastaj të vendosni ritmin tuaj ndërsa niseni ta ndiqni atë. Jeni të sjellshëm me veten tuaj të ardhshme duke e marrë me qetësi sot. Demi. Tranzitet e sotme mund t'ju inkurajojnë të merreni me punë të papërfunduara, i dashur Dem. Eksplorimi i ideve të reja mund të jetë i frytshëm dhe ide të shkëlqyera mund të vinë nga ndërveprimet rastësore me rrjetet. Ndërsa dita përparon mund të ketë entuziazëm të fortë, por mund t'ju mungojë ndjekja, disiplina ose praktikaliteti për momentin. Është e përkohshme, por është gjithashtu e mençur të keni ritëm dhe t'i mbani gjërat të moderuara. Është më mirë të mos ndjeni presion për të filluar diçka shumë shpejt sot dhe të folurit shumë shpejt për një çështje mund të jetë gjithashtu problematike. Shmangni mbi ngarkesën e vetes. Prirja mund të jetë për të filluar një projekt ose përpjekje me entuziazëm, por mund të mos fillojë derisa të sqaroni disa detaje të tjera. Atje ku mund të keni toleruar probleme, tani doni ose t'i zgjidhni ato ose të largoheni prej tyre pas hënës së re të nesërme. Binjakët. Binjak të dashur, synoni t'i kushtoni vëmendje asaj që po mësoni mendërisht sot, veçanërisht në lidhje me punën dhe biznesin. Komunikimet mund të jenë të gjalla dhe stimuluese, si dhe të hapura në mënyrë freskuese. Megjithatë, ndërsa dita përparon, ka një tendencë për të tepruar me gjërat ose për të shtyrë kufijt tuaj. Jeni më të ndjeshëm ndaj gjërave që ju duken të mërzitshme ose të pakuptimta, të cilat mund të shkaktojnë pak shqetësim. Ndërsa sigurisht që mund ta përdorni këtë energji për të bërë ndryshime, për momentin mund t'i shihni gjërat në ekstreme, duke e bërë më të mirë ritmin dhe moderimin e vetes. Mund t'ju duhet të përshtateni me ndërprerjet dhe shpërqendrimet. Nëse synoni të përmbaheni nga vendimet tani, atëherë është një kohë e mirë për të zgjeruar imagjinatën tuaj dhe për të marrë në konsiderat mundësi të reja. Në këtë ditë para një hëne të re, merrini gjërat me qetësi, pasi energjitë e hënës së re ka të ngjartë ju ridrejtojnë ju dhe interesat tuaja. Gaforja. Je veçanërisht i intriguar nga idetë dhe përvojat e reja, i dashur gafore, dhe sot mund të kesh një moment që të zgjeron mendjen. Mund të ketë një mori idesh të vërteta me ty ndërsa dita përparon, tendenca për të tepruar me gjërat dhe për të folur shumë shpejt ose shumë shpejt mund të çojë në probleme të vogla. Konsidero se edhe nëse merr atë që dëshiron, kjo mund të mos të kënaqë nëse nuk je në kontakt me nevojat e tua aktuale. Ki kujdes nga veprimet jashtë karakterit sot, duke synuar të shmangësh egzagjerimin. Vetë përmbajtja dhe durimi mund të shpëtojnë ditën dhe mund të kënaqesh ndërsa argëtohesh me ndjenja të reja ose zbulon kënaqësi të panjohura. Syno të mbash perspektivën tënde për rezultatet më të mira në këtë ditë para një hëne të re. Është më mirë të qetësohesh se sa të nervozohesh. Luani. Energjitë e sotme mund t'ju shtyjnë të hulumtoni më tej një çështje ose të kërkoni një kuptim më të thellë të një situate, i dashur Luan. Ndërsa mund të mos keni informacion të mjaftueshëm në lidhje me çështjet financiare, si përmarrjet e përbashkëta të biznesit ose burimet e përbashkëta për të nxjerrë përfundime të kënaqshme, është një kohë e mirë për të çuar më tej interesat tuaja. Të luash me ide është e këndshme sot. Ndërsa dita përparon, është më mirë të keni kujdes për lëvizje ose fjalë të pakujdesshme. Prirja është të hidheni në ecje të shpejtë, gjë që mund të jetë spontane dhe argëtuese në një ditë të zakonshme, por mund të mos jetë e mençur vetëm për momentin. Nëse mungon një plan veprimi sot, shqetësimi mund të çojë në gabime të vogla. Nëse keni shumë gjëra për të menaxhuar, ju mbetet shumë pak kohë për t'u përqendruar.
Mund të jetë më mirë të reflektoni vetë dhe të synoni të kuptoni se çfarë ju nevojitet ose dëshironi vërtet, sepse mosarritja e objektivit është një mundësi reale me tranzitet e sotme. Në këtë ditë para një hëne të re, është më mirë të lini diçka pas se sa të filloni për fillime të reja. Virgjëresha. Virgjëresh e dashur, mund të keni në mendje disa punë të papërfunduara sot. Mund të ketë disa trazira të brendshme ose tensione të paqarta në lidhje me çështje që i keni shmangur. Njerëzit kanë një mënyrë për të nxitur proceset tuaja të menduarit dhe instiktet tuaja përmirësohen për t'u lidhur. Mund të shijoni një bisedë me dikë që është në të njëjtën gjatësi vale mendore me ju. Megjithatë, ndërsa dita përparon, ekziston një tendencë për të gjykuar gabim, por shtrirja e mendjes suaj është e mundur dhe mund të jetë e frytshme. Konsideroni se pritjet jo realiste nuk ju bëjnë asnjë favor. Kini kujdes të mos shkoni shumë larg, duke ndjekur diçka që mund të mos e dëshironi vërtet. Me vetdije mund të zbuloni fusha të jetës suaj që kanë nevojë për një përmirësim ose vëmendje të veçantë. Një perspektivë e re mund të dalë nga tema e kundërt e ditës, ose mund të merrni një devijim emocionues. Mund të jetë më mirë të shmangni shtrirjen e tepërt të vetes. Në këtë ditë para një hëne të re, synoni të reflektoni dhe të pushoni. Peshorja. Je i prirur të duash të zgjidhësh ndjenjat dhe nevojat e tua sot, i dashur peshore. Komunikimi mund të ndihmojë të përqendrohesh dhe të çlirosh mendjen tënde në lidhje me disa nga problemet ose shqetësimet e tua. Ndërsa dita përparon, mund të kërkosh pa pushim më shumë kënaqësi ose kuptim, por duhet të kesh kujdes për pritjet jo realiste. Tendenca është të qëllosh pak shumë lart ose të ndjekësh gjërat që nuk i dëshiron ose nuk ke nevojë vërtet. Përkohësisht, problemet në marrëdhënie mund të shtohen nëse pritjet fryhen. Mbaje mend se të tjerët mund të mos të shohin qartë, ose mund të keqkuptojnë veprimet ose ndjenjat e tua vetëm për momentin. Mund të jetë më mirë të mos i shprehësh idetë ose ndjenjat e tua shumë shpejt. Në vend të kësaj, mbështetu në logjikën tënde të shëndosh. Idealisht, hap mendjen ndaj përvojave dhe mundësive të reja pa shkuar shumë larg me këtë. Ndjeni dëshirat tuaja dhe shijojini ato, por jini pak të kujdesshëm ndaj atyre që janë paksa shumë të papritura ose mbizotëruese për të qenë të vërteta. Në këtë ditë para një hëne të re, mund të duash të kalosh përtej zonave problematike ose situatave që të pengojnë të realizosh potencialin tënd. Akrepi. Je i prirur të duash të zgjidhësh gjërat dhe të përqendrohesh sot, i dashur akrep. Hëna e kalon ditën në sektorin tënd krijues, gjë që mund të jetë emocionalisht çliruese në disa mënyra. Ndërsa dita përparon, ki kujdes që të mos e teprosh me një situatë, pasi vendimet mund të vuajnë nëse e bën këtë. Synohu të ushqesh një shpirt të shqetësuar me një rutinë, bisedë ose njohuri të larmishme. Është më mirë të gjesh një mesatare të lumtur midis përmbushjes së përgjegjësive të tua dhe përmbushjes së dëshirës tënde për përvojë dhe eksitim duke u mbështetur në durim dhe vetdije. Gabimet e bëra tani ka të ngjarë të jenë për shkak të pritjeve të egzageruara ose mungesës së lartpamësisë. Gjithashtu, premtimet e bëra sot nuk janë të lehta për të mbajtur më vonë. Në këtë ditë para një hëne të re, syno të ngadalësosh, të relaksohesh dhe të reflektosh. Shigjetari. Ju duhet kohë për të përqendruar sot, i dashur shigjetar, por jeni gjithashtu të prirur të zgjidhni nevojat dhe ndjenjat tuaja, dhe është e mundur të arrini në rrënjë të çdo problemi të kohëve të fundit në jetën tuaj personale. Ndërsa dita përparon, ekziston një tendencë për të bërë premtime që janë të vështira për të mbajtur ose deklarata që të tjerët i marrin si më shumë se sa janë. Me ndikimet aktuale që nxisin një tendencë për të tejkaluar kufit, mund të jetë më mirë t'i kujtoni vetes kufit tuaj të zakonshëm dhe të synoni të mos i shtyni ato. Këto gjëra janë të zgjidhshme, ndoshta edhe të mpiksen në fillim me pak vëmendje. Mund të dëshironi t'i shkundni pak gjërat dhe të bëni diçka ndryshe, dhe pakënaqësia aktuale mund të çojë në përmirësime domethënëse. Në të vërtetë, mund të jeni të ndarë në lidhje me sa intensitet dëshironi nga aktivitetet ose ndërveprimet tuaja. Kini kujdes që të mos çorientoheni nga tekat tuaja dhe do të keni një ditë shumë më të mirë. Gjithashtu, në këtë ditë para një hëne të re, është një ide e mirë t'i merrni gjërat me qetësi, të reflektoni dhe të pushoni. Bricjapi. Kureshtja juaj është e fortë sot, i dashur bricjap, dhe zgjidhja e gjërave vjen natyrshëm, duke e bërë më të lehtë të shprehni me fjalë atë që dëshironi. Megjithatë, ndërsa dita përparon, kini kujdes për gabimet e bëra duke injoruar ose anashkaluar detajet.
Shqetësimi mund të çojë në kërkimin e kënaqësive të reja ose në bërjen e disa ndryshimeve dhe përmirësimeve. Ose mund t'ju çojë në rrugë të gabuar, prandaj keni kujdes për pritjet e egzageruara. Mundohuni të mos shtyni përtej kufive tuaj të zakonshëm për rezultatet më të mira. Ndërsa perspektiva e dikujt mund të jetë informuese, është më mirë të mos ndikoheni nga premtimet ose të merrni shumë gjëra për zemër në tranzitet aktuale. Përdoreni këtë energji për të zgjeruar të menduarit tuaj. Në këtë ditë para një hëne të re, synoni të reflektoni dhe të relaksoheni. Ujori. Pasiguria ndonjëherë mund t'ju ndihmojë të pushoni nëse e lejoni të ndodhë, i dashur ujor, dhe në këtë ditë para hënës së re, mund të jetë një ide e mirë. Megjithatë, të luash me ideve është e këndshme sot kur nuk ka presion për të arritur në një vendim ose përfundim. Mund të jetë një kohë e mirë për të ndërtuar mbi atë që keni, në vend që të kërkoni urgjentisht diçka të re për të bërë herët sot, megjithse ndërsa dita përparon. Mund të jetë shumë josh se të merrni përsipër shumë projekte ose të rreshtoni më shumë aktivitete se sa mund të menaxhoni në mënyrë të arsyeshme, diçka për ta shmangur me vetdije. Një masë e mirë përfshin pyetjen e vetes nëse do të ishit në gjendje t'i bënit këto gjëra në një ditë të rregullt kur nivelet e energjisë dhe humori janë thjesht të zakonshëm. Kini kujdes gjithashtu që të mos i lexoni shumë informacionet që merrni, duke synuar t'i merrni gjërat me rezervë. Peshqit. Hëna e kalon ditën në shenjën tuaj, duke u takuar me Merkurin, Marsin dhe Yjen veriore atje, të dashur Peshq. Dëshira juaj për të shprehur veten dhe për të kryer gjërat është më e fortë se zakonisht. Tranzitet më vonë sot mund t'ju çojnë shumë lehtë në nxjerrjen e përfundimeve të nxituara ose në hedhjen e vetes në situata pa menduar mjaftueshëm. Kini kujdes për impulsivitetin me komunikimet, paratë dhe dashurinë, veçanërisht. Ekziston një tendencë për të qenë pak i pakujdesshëm ose tepër i dhënë pas gjërave. Ndërsa duhet të keni kujdes që të mos e teproni me një situatë, energjitë e ditës mund t'ju shtyjnë shumë mirë të provoni diçka të re ose të zbuloni një metodë të re dhe të përmirësuar. Megjithatë, mund ta mbivlerësoni diçka nëse nuk jeni të kujdesshëm, kështu që synimi për të pritur dhe parë duket zgjidhja juaj më e mirë për momentin. Gjithashtu, në këtë ditë para një hëne të re në shenjën tuaj, është një kohë e fuqishme për të çliruar nga qëndrimet e vjetra që ju kanë rënduar ose penguar një fillim të ri. Sidoqoftë, është më mirë t'i ruani fillimet e reja për më vonë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.